Kombinati Yllindroshi ka dhënë dorëheqjen e parë evokueshme nga drejtimi i klubit Bardha Kaltër. Dorëheqja erdhi në mbledhjen e komisionit të kategorisë superiore, ku morën pjesë të gjithë presidentët e klubeve të Superligës. Në këtë takim u diskutua për ndryshimin e disa kodeve sportive për ecurinë sa më të mirë të kampionatit shqiptar të futbollit. Zoti Ndroqi kërkoi publikisht vendosjen e standardeve për modernizimin e futbollit shqiptar. Gjatë fjalës së tij në këtë mbledhje, Ndroqi vuri theksin në parandalimin e dhunës në ndershmërinë e kampionatit, në gjykimet e drejta dhe rregulla të barabarta për çdo klub. Por mbledhja kaloi në tone të ashpra mes disa presidentëve dhe në fyerje personale, madje dhe në kërcënime dhe prishje të mbledhjes deri në tentim për dhunë fizike. Duke u nisur nga kjo situatë pa precedent, presidenti Shkuminit Yllindroqi vendosi përpara kolegëve të tij të largohet nga financimi në futbollin shqiptar. Zoti Ndroqi gjatë fjalës së tij është shprehur se ai ishte futur në futboll për standarde në të mirë të lojës dhe këto rregulla më parë duhet të vendoseshin nga vetë presidentët. Zoti Ndroqi falenderon gjithë qytetin dhe tifozët e Beqinit për mbështetjen, kontributin dhe qytetarinë e lartë sportive që kanë treguar që nga fillimi i këtij kampionati ku Beqini dhe skuadra e Shkuminit treguan kulturë, ndershmëri dhe një mikpritje sportive për t'u admiruar nga kundërshtarët. Beqini do të mbetet qyteti i luleve në futboll, ka përfunduar Ndroqi.